Gënjeshtëra më e madhe që sipërmarrësit jetojnë, sidomos ata sipërmarrësit e vegjël që po mundojnë të rrisin biznesin e tyre me anë të rrjetet sociale, postoj një video këtu, një video aty, posto kot. Sa për të thënë, duket konsistenca, gjëna të konsistencë, posto. Pa ma postojnë kot, pas një vlerë, thjesht promovim biznesi dhe mendojnë që kështu do rriten. Ja po ja them unë, kurrë nuk keni për të rritur. Mbasi rastësisht një video të bëhet virale, mbase. Dhe s'do kuptoni nga po vjen. Po kur nuk keni për të rritur një audiencë që ju komenton, që dërgon mesazhe, ju bëhet klient, ju ndjekin, sepse nuk po e kuptoni marketingun. Nëse ju nuk e kuptoni çfarë bën njerëzit të shikojnë një video, çfarë bën njerëzit të t'ju komentojnë, çfarë bën njerëzit të besojnë tek ju, psikologjia marketing dhe pastaj ju bën follow, ju bën një mesazh. Si ta kuptoni, si ta dërgoni atë perspektivë që s'ja ka bërë shumë mirë kush jeni ju, çfarë bëni, dhe ta ushqeni me informacionin e dur, që të thojë që wow, unë këtë dua dhe pik, këtë produkt pra, të vinë të përgatitur për të blerë nga ju, çfarë do produkti shërbimi keni, nuk keni për të patur sukses. Dhe më vjen keq ndonjëherë sepse lodhen, postojnë skuadra, postojnë menaxherit e sociale, postojnë ndonjë agjenci marketingu dhe nuk japi sukses, sepse nuk e kuptojnë që ju duhet jeni aty prezent. Sipërmarrësi, CEO, i skuadrës tyre duhet të jetë në kamerë, të flasit dhe të japi vlerë që nuk ka të bëjë me promovimin. Thjesht mendoni kaq. Çfarë ju bën juve të shikoni një video? Shikoni video për qeshur, argëtuese, apo një video ku tjetri thotë, shikoni, blini këtë, blini atë, si më ndihmoi kjo të kem fytyrën më të bukur. Mendojeni. A jeni vetvetja ju në video? Apo mundojnë të bëni dikush? Njerëzit e kuptojnë ku ti je robot, ku ti po lexon një skript, ku e përdor ChatGPT, dhe njerëzit e kuptojnë ku ti je vetvetja dhe je transparent. Njerëzit lidhen me njerëz, jo me robota. Kështu që nëse ju akoma nuk e keni kuptuar si të bëni video virale që konvertojnë në ndjekës dhe në klient, komentoni kursi dhe kam gati mbi 22 pikor dhe mbështetjen time që t'ju ngrej dhe t'ju nxjerr nga kjo guask. Janë të gjitha trajnimet të regjistruara dhe t'ju japi rezultate. Dhe nëse nuk më besoni që ka rezultate, shkoni në Instagramin tim, shkoni te story highlight, testimonials, rezultate, do shikoni pafund testimonials që ne postojmë të studentëve që kanë bërë këtë kurs. Ka pas studente që pa mbaruar leksionin, gjysma të leksionit, ka pas 3 video virale, klient, followers. Si ka mundësi Marsida? Paman duhet të implementosh, ju prapë duhet të bëni punën tuaj, zot e bëj unë. Nëse ju nuk e merrni seriozisht, që të hiqni çdo gjë që keni mësuar për rrjetet sociale, dhe të bëni një shplarje trurit, të filloni nga e para, të dëgjoni ato me detaje ato leksione dhe çdo gjë që unë them ta implementoni, nuk keni përpara sukses. Dhe nëse vazhdoni të postoni postime 5 këshilla si të heqim rrudha, nuk keni përpara sukses. Suksesi është kur ju të dilni në kamerë dhe të jeni vetvetja, dhe të bëni kontent që njerëzit duan ta shikojnë, dhe duan ta shkojnë deri në fund.